Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndërrollëzër vazhdojmë me ligjëratën e 32 në vargun e ligjëratëve mbi sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku sot pasi që kemi folë ligjëratat paraprake për sprovat dhe telashet dhe vujtjet që i kanë përjetuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qofshin ato që i kanë ndodhur Abu Bekrit radhiyallahu anhu, ose Bilalit radhiyallahu anhu, ose Khabbab ibn al-Aratit, ose atyre që i përmendën ligjëratën e fundit, sikurse Musab ibn Umairi, Abdullah ibn Mas'udi dhe të tjerët radhiyallahu anhum ajma'in, që ishin pjesë e vujtjeve që i ka përjetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse po ja ngusin, po ja shqetësojnë ata që i ka pas shok të afër. Vazhdojmë edhe sot me disa pyetje ose me disa mesele tjera të ngjarjeve të pejgamberit, sirës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përshtojmë pyetjet se si ka mundësi njeriu, po flasim njerëz me ndërgjegje, me duru dikënd i cili po vun, po maltretohet, po torturohet para sinjve të atij dhe ai mos e bë kurrë. Shkak kësaj se kjo torturë e di se ai shumë mirë se është e padrejtë. Shkak kësaj se ai vetëm se nuk është vetëm se vëzhgues, po është ndoshta donjëherë edhe pjesëmarrës, bile ndoshta donjëherë edhe urdhërues, ka dhënë urdhra për mu torturu dikush. Njeriu normal, me ndjenja normale, nuk mundet me përballu mu torturu një kafshë për kafshë. Çish ka mundsi njeriu i thjeshtë dhe normal me pranu që një njeri i cili është bashkëjetues i tij me një vend, jetojnë bashkë, mu torturu dhe mu maltretu në ato gjendje që janë maltretu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çish ka mundsi njeriu me përballu dikën me burgos me ditë, ndoshta me muaj edhe ndoshta edhe me vite, sikurse të përmendim, për çfarë arsye? Pse ka bërë një krim? Pse ka bërë një gabim? Pse ka bërë një mëkat shumë të madh? Jo, veç për një arsye e që është ai që e pashun Allah azza wa jalla në Kur'an, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ata nuk i kanë urrejt besimtarët vetë se për arsye se ata kanë thonë, kanë besuar Allahun, i cili është i plotfuqishëm dhe i lavdruar subhanahu wa ta'ala. Andaj problemin thojza ose fajin thojza i muslimanëve dhe besimtarëve kanë qenë se kanë besuar Allahun subhanahu wa ta'ala. Mirë po sahabët e vëllezër, që ishin jahiliet, po pastaj mos flasim në Islam, kanë qenë trima, kanë pas krenari dhe dignitet, dhe nuk kanë pranu letë që ato të shkelen dhe të nënshmohen, dhe kanë qenë shumë trima dhe të guximshëm për me marrë hakun e tyre. E kur kanë hyrë në Islam, janë bërë edhe më krenar dhe me dignitet edhe më të fortë, dhe i kanë ngritë Allah azza wa jalla. Andaj, atë që po përjetojnë tash nuk është diçka që janë mësuar me përjetu më herët. Do nuk janë mësuar ata mu torturu prej dikujt që kanë jetuar bashkë me ta, ose për shumicën e rasteve për familjarëve të afërm. Po gjithashtu e kanë pas vështirë edhe me përjetu ose me kanë pjesëmarrës ose të një ngjarje që po shqetësohet dikush që është shok i tij. E shef parasimve të tij duke u kamxhikos, duke u djeg, duke u vrarë, dashmin e tij alayhi salatu wasalam duke sulmu, edhe ai s'mundet me bë kurrë. Pse? Në më thonë rastet e Bilalit radhiyallahu që është krej zhak në për sokaqet e Mekës, ose rastet e Khabbabit i cili është djeg, ose rasti i Sumejës edhe Jasirit që janë vrarë, edhe rasti i pejgamberit alayhi salam që është edhe më e rënd, në të kur është sulmu disa herë. Andaj jo rastësisht sahabët kanë dashur në fillim u hakmarr dhe kanë kërkuar pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i pa nuk ka dhënë leje, por ka dhënë urdhër që ata me duru. Dhe kjo ka qenë diçka e çuditshme tek arabët, sepse sikur i kujtohet juve, besoj i kujtohet, atëherë kur kemi fol për disa veti që i kanë pas arabët që ishin jahilet, njëra prej vetive ka qenë që ata nuk kanë pranuar padrejti, po edhe nëse dikujt i është bën padrejti, ata kanë qenë të parë që kanë marrë hak për të. E mos flasim për vetveten e tyre, kanë qenë shumë krenar, shumë guxim, shumë trima. Donjëherë edhe, domethënë me budallallëk, domethënë kanë hyrë ndoshta në një konflikt që ka zgjat me vite, vetëm me rruçat krenari që ai sipas tij e ka pas në hak në të vërtetë. Ai kujtohet domethënë lufta e Besusit ose lufta e një tjetër që ja kanë El-Gabra, Dahiz wal Gabra. Domethënë arsyeja këtyre luftave që kanë zgjat 40 të dyja që i përmendëm,
40 vjet kanë zgjat për çka? Për arsye shumë banale, më pse? Sepse arabët e kanë pas këta që ato kanë qenë krenarë dhe nuk kanë toleruar dikujt me shkel nder ose dikush musliman ose me i bë padrejsi atij ai më hesht. Që nuk ka qenë diçka zakonshme. Andaj sahabët po maltretohen shumë, po torturohen shumë, pejgamberi alayhis salatu wasallam po i urdhër, prem, që doni me pas sabër. Doni me duru. Doni me kontrollu vetveten e juve dhe mos me kthi zullumin, mos me reagu në zullum. Andaj tregon Ibn Abbas radhiyallahu anhu, se Abdurrahman ibn Auf i thotë dhe disa shokë tjerë në Mekë ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "Ya Rasulullah, inna kunna fi izzin wa nahnu mushrikun, falamma amanna sirna adilla." Ja Rasulullah, kur kena qenë në shirk, thotë kemi qenë shumë krenar dhe me dignitet, apo kokën lartë. Mi po thotë momentin që u bëna musliman, jemi duke u nënçmu vazhdimisht. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Inni umirtu bil afwi fala tuqatilu." Thotë jam urdhnuar me fal, andaj nuk guxoni me luftu. Mesazhi është shumë i qartë. Nuk guxon me luftu, dush me bë sabër. Tregon Katade radhiyallahu rahimahullahu taala se thotë gjithashtu në Mekë, periudhën e Mekës, disa shokë shkuan te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i thanë: "Dharna nattakhidh ma'awila fa nuqatilu biha al-mushrikeen bi Mekë." Na le që të marrim armë dhe t'i kthejmë këto sulme dhe torturat që po na bojnë. Të reagojmë kundër mushrikëve në Mekë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Lam u'mar bi dhalik." Nuk jam urdhnuar me këta. Nuk jam urdhnuar me këta. Pra, sahabët kanë qenë të urdhnuar me u përmbajt, me duru, edhe me kontrollu veten e tyre. Dhe kjo nuk është nga friga, sikur që ta përmendim pastaj. Nuk është se s'kan pas ato burrni, po thjesht është urdhni i Allahut, po i urdhon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në realitet është edhe urdhër hyjnor, që ju duhet me bë sabër, duhet me duru. Khabbab ibn al-Arat, që ka qenë pe atyre sahabët që është maltretuar dhe kemi përmend, që është gjek shpina e tij dhe me atë langun e shpinës është shujt zjarri që ka qenë nërte, i ka shku pejgamberit alayhi salatu wasalam një ditë dhe i ka thënë: "Ya Rasulullah, ala tad'u Allah ala haula al-qawm alladhina khashina an yarudduna an dinina." Ta, ja Rasulullah, nuk po lutesh kundër këtyre njerëzve që po na maltretojnë, se po kemi frikë se kanë na kthin fenë e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shmangi një herë, shmangi 2 herë, 3 herë, mi po insistoi ke Khabbabi radhiyallahu anhu, derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ayyuhan nas, o ju njerëz, keni frikë Allahun, ittaqullah. Fa wallahi in kana ar-rajulu min al-mu'minina qablakum la yuda'u al-minsharu ala ra'sihi fa yushaqqu bi ithnayn ma yartaddu an dini." Pasha Allahun, ata që kanë qenë para juve, e kanë marrë njeriu me sharr dhe kanë dhënë gjyz dhe nuk e ka praktis fen. Është një rast tjetër gjithashtu i Khabbabit radhiyallahu anhu, ku ka shku pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka qenë në afërsi çapës. Dhe i ka thonë: "Ya Rasulullah, la tad'u Allah, a nuk i lutesh Allahut?" Është nxej pejgamberi alayhi salatu wasalam, është skuq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i është drejtuar dhe ka thënë: "Laqad kana qablakum man qablakum la yumshatu bi mishatil hadid." Ata që kanë qenë para juve, thot me krahën të hekurit ja kanë nda mishin prej kocit. Dhe me sharr, është ngjashme, dhe me sharr thot e kanë nda për gjys, thot nuk është da, nuk është largu për fesë Allahut. Wala yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la ma yakhafu illa Allah. Thot pasha Allah ka me plotsu Allah këtë fe, derisa ka me ecë njeriu prej Sana'as deri në Hadramaut, profesisht 800 kilometrash. Në ka me esë, thot nuk i frigohet atë skujt tjetër përveç Allahut. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto përgjigje që ka dhënë sahabëve, domethënë kanë përgjigje shumë të thella po dhe të qarta. Kjo fe nuk është projekt i një dite, po është projekt jete. Dhe për këtë fe ka nevojë për durim, ka nevojë për sakrificë dhe përgatitje. Pejgamberi alaihi salatu wasalam, sikurse po ju thot këtynve, se ju nuk duhet me praktis, pa marr parasysh çka kam ndodhi juve. Nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nuk i ka interesu, i ka shmang, i ka njoru, edhe nuk i ka janë duk të mëdhoja ato që i kanë përjetuar sahabët. Nuk është i kanë vlerësuar. E ka ditë që është shumë e rëndë, ama jemi të urdhnuar që lëmë merr me dhalik. Do të thonë nuk jena urdhnuar me bë diçka tjetër përveç se me bë sahabët. Dhe kush na ka urdhnuar neve, na ka urdhnuar Allahu. Allahu azza wa jalla është i urtë subhanahu wa taala. Dhe është i gjithditur, ai e di pse na ka urdhnuar me bë sabër. Andaj ne kemi bë sabër çish që na ka urdhnuar Allahu subhanahu wa taala. Andaj sikurse po do mi tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam sahabëve, domethënë pe ban terbije, pe edukon ata që donë me bë sabër.
Dhe nuk doni me braktisë fenë Allahut pse ju ka ndodhur diçka, sepse atyre që i ka ndodhur para juve kanë edhe më e vështirë. Ama ato nuk e kanë braktisë fenë Allahut. Sikurse nuk e kanë braktisë ato, mos e braktisni edhe ju, sepse Allahu ka më plotsu këtë fe. Sepse Allahu Azza wa Jalla ka më plotsu këtë fe. Andaj shumë e qartë që ju doni me pa marr parasysh a keni me përjetu, pa marr parasysh çfarë vujte, domethënë doni me duru. Dhe kjo ka qenë periudha Mekës së e gjitha. Domethënë e gjitha periudhë e Mekës ka qenë sabër, durim, vetë për mbajtje. Nuk guxoni me bë diçka tjetër, nuk guxoni me reagu. Domethënë nuk guxoni me reagu dhe me luftu. Pa më parasysh çka ju bojnë. Dhe kjo disa vite, jo një vjet, 2 vjet, po disa vite, domethënë periudha e Mekës 13 vite. Më pas hijretit Henes, pasi që është formuar shteti Islam, është stabilizu, domethënë është shtup numri muslimanëve kanë ndryshuar rrethanat, atëherë Allah subhanahu wa taala i zbret ajetet të cilën i lejon besimtarët që me e mbrojt vetveten e tyre. Udhina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu. Ala wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah i është dhënë leje atyre që është bërë padrejti që më reagu me kthi sulmin. Dhe Allah subhanahu wa taala është i plot fuqishëm i mbrojt ata. Dhe mi ndihmu atyre me arritën fitore. Ose ajeti tjetër waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu. Dhe luftoni ata për hir të Allahut, fi sabilillah rrugt të Allahut, ata që i luftojnë juve. Dhe jo mos e tepëroni. Dhe ajetet e ngjashme. Andaj do të më kuptoj mirë që kjo vëllezër, se durimi në Mekë nuk ishte dobësi e muslimanëve. Po edhe lufta në Medinë nuk ishte hakmarrje. Po edhe para dhe dyta ishin bindën ndaj Allahut. Do thonë sahabët në Mekë kur janë urdhëruar me bë sabër, janë urdhëruar me bë sabër sepse Allah i ka urdhëruar, jo se s'kan mujt me marr hak. Po edhe kur janë urdhëruar në Medinë, nuk janë urdhëruar në Medinë dhe ata pastaj me shqetësi hakmarrje. Po ja kanë urdhën e bindjen ndaj Allahut azza wa jalla. Andaj edhe më thonë edhe të parën edhe të dytën sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë bind në mënyrën më të mirë urdhave të Allahut azza, sepse me bë sabër o vëllezër. Domethënë me bë sabër për me duru maltretimin dhe sulmin është shumë më e rëndë se sa me bë sabër edhe me duru shimë mbajtjen e shpatës, kjo ka qenë për sahabët ka vlerë. Domethënë shumë më e rëndë me vetë përmbajt, vetë përmbajt me gëlltit mlefin që e ki, se sa me reagu dhe me nxjerr ata. Andaj për sahabët, momentin që kanë ardhur të urdhna dhe lehtësime, ato i kanë llogarit lehtësime. Do thonë momentin që ka ardhur urdhni por ju mundi me luftu, për sahabët kanë gëzim i madh, kanë lehtësim i madh sepse ata kanë dashur në Mekë. Maltretimet domethënë me reagu, mi po s'kan mujt me reagu sepse Allah nuk i ka lënë me reagu. Në momentin që vjen urdhni Allahut, ata e kanë marrë pastaj si lehtësim. Nuk e kanë marrë si ngarkesë çështën e luftës sepse ata e kanë ditë që kjo fe Allah subhanahu wa taala ka nevojë për sakrificë. Andaj po kthehemi prapë disa pyetje. Është shumë vështirë për muslimanët e Mekës që e shohin dikant u maltretu, dhe vetë maltretohen, por shumica e tyre kanë pa të tjerë tuk e maltretu, se jo çdo kush, shumica domethënë kanë fsheh islamin e tyre. Jo çdo kush e ka shfaq, po ato që kanë shfaq që kanë pa duke maltretu. Dikush duke u krejzha, dikush duke u djeg, dikush duke u sulmuar kështu më radh. Lind pyetja. Limadha lam yu'dhan lil muslimina bil qital fi Mekë. Pse nuk i është dhënë leje muslimanëve me luftu me reagu në Mekë? Pse është dhënë leje pastaj në Medinë? Do të thonë ai që ka ndodhur në Mekë, besoj më vetë se është bë e qartë gjatë këtyre ligjëratave se është prej suneteve ose është prej ligjeve të Allahut në këtë dunjë. Do të thonë përderisa ka pas përballje mes hakut dhe batilit, do të thonë ka me pas prova dhe Allah subhanahu wa taala muslimanët përgjithësi, po edhe muslimanët si individ ka më sprovu. A ke thonë ti besoj Allahun, ka marrë sprova. Nuk ka kurrë një farë përjashtimi këtu. Do të thonë asnjëri për muslimanëve nuk mundet me përjashtu vetë, me thonë sprova të vlen për dikant tjetër, për mua jo. Përderisa je që e ke thonë besoj në Allahun, do të thonë edhe si ummet keni mos provu, po edhe si individa keni mos provu sepse nuk ka përjashtim hiç. Nuk ka përjashtim. Derisa të arrijmë në të kalojmë 3 etapat në të cilën ka kalu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që janë ndryshe thon 3 T-jat. Tanqiya, tarbia edhe taskiya. Domethënë që është pastrimi, edukimi edhe lirja. Do të shkojmë nga data të xhonjona. Tanqiya e para të është tanqiya. Sahabët janë sprovu
dhe nuk janë urdhnuar me reaguar në Mekë për arsye se kanë pas nevojë si shokët pejgamberit alayhis salatu wasalam, si musliman, si bërthame e shoqërisë islame, si ata të cilët do të jenë zanafilla një shteti dhe një umeti të madh, kanë nevojë për një tenkje, për një të, që është tenkja, që është pastrimi i safeve. A ke thonë se unë besoj Allahun? A ke thonë se unë i bindem Allahut azza wa jall? Atë nuk ke çare pa u sprovu. Sepse nuk është veç fjalë gjuhë, po duhet me pas edhe vepra. Ti e tha me gjuhë, tash dëshmoj me vepra. Mënyra më e mirë për mu dëshmu është me ball sprovave. Andaj Allah azza wa jall ka thonë fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah i shlon sprova për çka? Për dalë në shesh dhe mu pas e qartë dhe mu kanë i dishme se kush është ai i cili i ka thonë me të vërtetë se unë jam besoj Allah dhe ai ka kanë i drejt në atë që ka thonë, e ka pas për një me atë i cili ka qenë domethënë veç pretendim ose lavxhuar. Andaj imani nuk është thjesht fjalë që thuhen me gjuhë, po është një vërtet që del në shesh atëherë kur ka sprova. Andaj Allah azza wa jall i ka lënë sprovat si matëse të asaj mes pretendimit edhe fjalës së vërtetë. Andaj nëse s'kish pas sprova, çdo njeri kish pretenduar se shumica do të pretendojnë se unë besoj, unë jam i aft, unë jam elhamdulillah i udhëzuar, unë jam në gjendje me sakrifiku për Allahun azza wa jall dhe për fenë Allahut subhanahu wa taala kështu më radh. Mi bosh, kush është ajo që e bjerë dhe e dëshmon këta pastaj? Çket pretendim që ka thonë çdo njeri ose çket fjalë që ka thonë? Çish del në shesh? Dhe shesh nëpërmjet sprova. Andaj periudha e Mekës o vëllezër dhe durimi që ka pas sahabët që kanë urdhnuar pe anës Allahut azza wa jall ka shërbyer sikur se një sit e madhe për të pastruar safet e muslimanëve dhe për besimtar nuk ka kon shkatrim, po thjesht ka kon domethënë vetëse përmirësim dhe ka dalë në shesh vlera e tyre. Apo ka dalë shesh vlera e tyre sikurse çështja e altanit. Domethënë çështja e altanit kur është e përlim, kur pastrohet altani, pastrohet me bezar. Çashtu dhe besimtarët, domethënë me sprova, pastrohet edhe del në shesh kush është musliman i mirë dhe kush është ai i cili domethënë veç e ka fjalë gjuhë. Andaj fjalët e mëdha nuk vërtetohen pa provime të mëdha. E dyta të është ajo që thuhet terbie, edukimi. Allah subhanahu wa taala nuk ka dash njerëz musliman, një shoqëri prej muslimanëve që me goditjen e parë ata kanë mu rënu, kanë mu zhduk. As nuk do musliman që kanë me shku në varësish frimës dhe erës, ka shkon frime dhe ata shkojnë. As nuk do musliman që ato lëkundën me fortuna e nuk do dhe musliman që nuk pranojnë me esë në rrugë vetë se atër kër rruga është e letë, e qetë, e rahatshme. Jo, përkundra zi Allah subhanahu wa taala do musliman që janë stoik, që ma pa mërë pasysh dhe me thonë vështisisë rrugës, ose dhe era dhe fortuna dhe ndryshme ata, kanë me hezë dhe nuk kanë me deviju nga rruga Allah xhelle xhelale. Andaj periudha e Mekës o vëllezër është periudhë ku po ndërtohen sahabët, po bëhen terbije. Domethënë pasi që u bën tenkje, domethënë ka shku pastaj kanë kaluar në para të filterën ose në atë etapën që është terbije. Allah subhanahu wa taala muslimanët e parë kështu i ka edukuar që ata me dëru pa marr parasysh çfarë ka menduar më pas, ata me kanë durimtar dhe mos me praktikë fenë Allah azza wa jall, sepse jeni bërthama e shoqënisë dhe me juve pastaj ka mundur tu një shoqëri, një umet i tërë. Andaj periudha e Mekës 13 vite al pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë ka shkuar me mbjell, me kujdes, me rit, me ujit dhe kështu me ndërtu domethënë fjalën, kuptimet e fjalës la ilaha illallah. Andaj fjala la ilaha illallah ose akida përgjithësi nuk është që mbjellet me një herë dhe rritet me një herë ose kultivohet me axhele ose me pa maturi. Po do katër durim, do sabër, do vetë përmbajtje, do edukim e kështu me radhë derisa të ngritet fort dhe mos ta lëkundin fortunat e ndryshme. Andaj periudha e Mekës gjithashtu vëllezër nuk ishte periudhë ku kishte veç heshtje pasive. Po kishte domethënë terbie, kishte edukim, kishte edhe përgatitje që mu ndërtu një brez, cilin brez më nuk ka me lëviz me lenë Allah subhanahu wa taala. Askush dhe një brez që kanë me kanë nga dishmëri për urdhën e Allahut. Kur ti thot Allah duro kanë me duru, kur ti thot Allah lufto kanë me luftu. Jo brez që kanë me shku me hakmarët ose me egon e tyre. Do të nxefën edhe ftofën varësisht egos tyre. Jo, ato kanë me shku kur ja kanë nxef shumë Allah ka thonë me duru kanë duru.
kur janë kanë të ftoftë në Medinë dhe Allah azza wa jalla ka thonë luftoni, kanë me luftu. Radiallahu anhum ajma'in. Andaj nga mësimet më të mëdha që i marrën në periudhën e Mekës dhe se Islami nuk ka filluar duke ndërtuar një ushtri, po ka filluar duke ndërtuar njerëz, burra. Islami nuk ka filluar duke ngrit shpatat, po duke ngrit ose duke ndreq zemrat. Dhe nuk filloi Islami me hakmarrje, po filloi Islami me një periudhë kur kishte sabër dhe kur kishte edhe dukim. Dhe e treta prej tëjave që i përmendëm se sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Mekë në periudhën e Mekës nuk kanë qenë të urdhëruar me ragu, ka qenë tezkije. E që është edhe kjo me kuptimin e lirës, por ka edhe kuptimin e pastrimit. Domethënë Allah subhanahu wa taala don ndonjëherë që robi i tij me pas drejtë të larta. Dhe atë drejtën e lartë e din Allah azza wa jalla sa me punën e tij nuk e mrin, Allah i lëshon sprova. Dhe nëpërmjet sprova pastaj ai arrin atë drejtë që nuk e ka mrin me punën e tij. Kanë transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu një hadith, për cilën hadith thotë Sheikh Albani se është hadith hasan, ku thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna ar-rajula la yakunu lahu al-manzilatu 'inda Allah fama yuballighuha wa sayablughuha bi'amal. Ka njeriu një pozitë Allah shumë të lartë, mi pa me punën e tij nuk e arrin. Po thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah hatta yablughahu iyyah. Dhe Allah vazhdon ta sprovon me diçka që ai nuk e don. E ka të vështirë, nuk e ka çfarë. Mi po thotë e sprovon e bën sabër, derisa ta mrin atë drejtë dhe më pas Allah subhanahu wa taala largon atë sprovë. Ose hadithi tjetër që është në Buhari, ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala dham wala adhan wala gham hatta ash-shawkatu yushaku. Do thonë çdo gjë që e godit muslimanin për fatkeqësive, lodhje, problem, telashe, smundje, apo thotë derisa edhe therat që e shpon, domethënë përveç se kanë qenë pastrim për të nga gjunohat. Do thonë nëse një therr që e shpon muslimanin në fetë Allah xhalla xhelalu, domethënë që ka më qenë pastrim. Para më në domethënë djegjet, edhe nënçmimet, edhe sulmet, edhe goditjet që i kanë marrë sahabët. Domethënë para më në çfarë shlyre ka më qenë për ato, radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Andaj kjo ka qenë edhe për të mirën e sahabëve. Domethënë ne si musliman nuk e dojmë zullumin, pa drejtësinë me na bë dikush. Nuk e dojmë na dikush me na sulmu. Nuk e dojmë fatkeqësitë. Mi po nëse vinë duhet me di që ato janë kon ose janë për me pastrim, ose janë për me na ngrit drejtat Allahu xhalla xhelalu në dunja dhe në ahiret. Andaj me këtë kuptojmë vëllezër se ajo që i ka ndodhur sahabëve në Mekë, domethënë nuk ka qenë humbje për ta ose nënçmim për ta ose domethënë padrejsi për ta. Jo, Allah subhanahu ka dashme i pastrua ata, ka dashme i eduku nëpërmjet kësaj, edhe me lirë ato dhe pastaj me ngrit ato. Me ngrit ato në dunja dhe në ahiret, vetëse pastaj do të kuptohet ose më vetëm se e dim që i ka ngrit Allah subhanahu wa taala duke i dhënë diçka që s'e kanë pas, ose s'kishin mujt asesi me pas Mekën nëse si shikon, domethënë nëse si shikon musliman. Në atë kohë po flasim për arsye se ne e dinë atë që kanë qenë arabët dhe në krahasim me fuqitë botërore të tjera. Mi po pastaj vetë pse kanë thonë Allahun, e kanë besuar Allahun dhe kanë duruar dhe kanë net në atë në bindjen te Allah subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla i ka mrin çish në dunjë drejtë që nuk i kishin arrit ata kurrë si arab, domethënë nëse ishin kanë larg fesë Allah subhanahu wa taala. Andaj Allah azza wa jalla përmet këtyre etapave, këta sahabë, këta burra i përgatiti për diçka shumë më të madhe, për një projekt shumë më të madh, për një mision shumë më të madh, sigurisht se pasaj do të bëhet shumë e qartë në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj përveç kësaj pejgamberi alayhi salatu wasalam është kujdes shumë mirë për safin e muslimanëve. Domethënë përveç sulmeve që i kanë përjetuar edhe për nga mrena pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kujdes që safi i muslimanëve të jetë i fortë. Dhe ata mos edhe nëse sulmohen psikikisht ato të kenë gatishmëri me përballë. Jo vetëm me mushrikët, por pastaj edhe me nefsin e tyre, andaj edhe ka rritë e ka forcuar këtë fuqinë që e kanë, domethënë fuqinë e muslimanëve për nga mrena. Edhe i ka duku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me iman të fortë, që të mos lëkundën let, po edhe të jenë fuqishëm në shpirt, ata mbrojnë fenë Allahut subhanahu wa taala dhe durojnë për çdo gjë që i ndodh në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Andaj sahabët e përjetuan me shumë, domethënë gatishmëri, me bashkëpunim dhe ishin ndërsjellë me hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe arritën që të jenë gatishmëri për me sakrifikuar për njëri tjetrin. Andaj çdo fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në këtë aspekt, domethënë ka lënë gjurmë shumë të mëdha te sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam
Derisa domethënë ka pas shumë hadithe ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxit sahabët për me I forcu lidhjet mes tyre. Apo mes tyre është thotë el mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se thot Allah xhalla xhelalu, so është hadith kutsi, thot ata që duhen për madhështinë time, domethënë për Allahun azza wa jall, kanë më kanë kultuçën minberët të dritës. Ja gbituhumun nabiyuna wash-shuhada. Për cilën kam domethënë pozitë, kam qenë në pozitë që kanë milakmuar edhe pejgamberët edhe shahidlerët. Andaj vllaznia e sinqertë domethënë është si mace e veprave. Andaj dashuria për Allah u bë për vepra më të mëdha dhe për shkallë më të mëdha që të arrinte Allah subhanahu wa taala, po pejgamberi alayhis salam nuk ka qenë ai I cili veç I ka porositur që çish me arrit te vllazëria, po pastaj edhe çish me rruç këtë vllazëllok. Mos bëjmë gjëra të cilat pastaj kam I prish sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur është hadithi la tabagadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Mos e urreni njëri tjetrin, mos e keni zili njëri tjetrin, mos e ktheni shpinën njëri tjetrit. Kunu ibadallahi ikhwana, jeni rob të Allahut, vëllazër të njëri tjetrit, hadithin Buhari dhe Muslim. Dhe ka arrit pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë saf të muslimanëve, këtë xhamat të muslimanëve, këtë komunitet musliman të harun edhe nëpërmjet një aspekti tjetër, përveç domethënë vllazënukut edhe ka arrit të harun nëpërmjet barazisë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta lidhur shoqërinë muslimane, domethënë ta forcuar mirë, e ka përgatitur edhe që mi bë ballë edhe çati psikologjike, domethënë sulme psikologjike nga ana e armiqve të Allahut, është mbështetur në parimin e barazisë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sjellë si parim, domethënë nëpërmjet urdhnit të Allahut, që është I njëjtë në Islam, ai që udhëheq me atë që udhëhiqet, I pasur dhe I varfër, I madh dhe I vogël janë këtë njëjtë, apo robi edhe ai që është I robnuar, është sklavi, është domethënë zotëria dhe sklavi janë njëjtë Allah azza wa jall, po dallimi ku është e zemra. Apo është e zemra ose është e devotshmëria. Edhe këta kur e kanë kuptuar sahabët e pejgamberit alayhis salam, kë I ka bën pastaj ata që ishin më dob, që ishin sklav ose dob ose fukara, I ka bën që të më kanë gjendje edhe më të madhe dhe më të fortë me duru që kanë pasur është një fe ku po ulet një pejgamber I Allah dhe po ulet një fukara që nuk e kish pas këtë mundësi me ul nëse si shkon ai musliman. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pranuar kurrë far dallimi në bazë të prejardhës ose të pasurisë ose pozitës familjare ose ngjyrës. Gjithë njerëzit e pejgamberit, domethënë gjithë njerëzit e Allahut ka qenë barabartë. Andaj kur paria e Mekës e urdhon ose mundohet që pejgamberit alayhi salatu wasalam t'ia largon ata që I ka pas, thotë po ne ishmi ul me ti, kishmi dëgjuar nga ajo që thotë mi, po dush mi largu ata që janë të varfër dhe skllav sepse ka ditë se ato janë afër. Ata nuk kanë qenë mendje mëdha dhe nuk kanë dashur me ul me ta. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka potencuar atyre se jo, domethënë te Allah subhanahu wa taala dallimi është vetëm me vepra, me zemër, jo me varësisht asaj, mbas asaj që ki prej ardhën ose pasurisë ose kësaj. Mi po ta kanë insistuar dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thotë wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum. Surën Kaf Allah I thotë bën sabër dhe ulë me ata që lutin Allahun. Edhe nëse janë të varfër, edhe nëse janë të shkelt nga ana shoqërisë, ti bën sabër edhe ne me ta. Andaj kur ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ofrua Abdullah ibn Ummi Mektumi që ka qenë I verbër radiallahu anhu, dhe është dash për më konsultu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një prej rasteve kur I është afruar pejgamberit alayhi salatu wasalam, sikurse pejgamberi alayhi salatu wasalam në një farë mënyrë ka shmang atë sepse ka qenë duke I thirr, domethënë parinë e Mekës, Allah azza wa jalla zbret ajete që kanë mësuar deri në kiamet, duke e çortuar pejgamberin e tij. Veç për domethënë atë që ka bërë që Mehmeti kjo mësim pasaj deri në kiamet për ato pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ne duhet me qenë kujdesshëm dhe se ai që na bën neve, domethënë më të mirë ose më të këqij është çështja e zemrës, ose çështja e imanit, ose çështja e devotshmërisë. Atë po kthehemi në pyetjen që e banam, dhe mi po përgjigjem pastaj do vazhdojmë ligjëratën tjetër, e që ishte pyetja pse Allah azza wa jalla nuk I dha leje muslimanëve me luftu në Mekë. Përgjigjja ishte shka ligjërata është pjesë e përgjigjes, mi po do të vazhdojmë me lejen e Allahut në ligjëratën tjetër të përmendim pjesën tjetër të përgjigjes, kryesisht domethënë të përmendim urtësitë. Pse Allahu subhanahu wa taala urtësitë tjera, pse Allahu subhanahu wa taala nuk ju dha leje muslimanëve të Mekës, sahabët në Mekë, periudhën mekase, me reaguar ndaj sulmeve që I kanë pas, e kanë përjetuar, po kanë bërë sabër, kanë ngalltit, janë përmbajtur mirë, sepse ka qenë urdhri I Allahut subhanahu wa taala. Ku është urtësia këtu? Janë shumë urtësi, do të vazhdojmë inshallah me ato, me përmendjen e tyre në ligjëratën tjetër, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që me këta burra
Allah azza wa jalla të na ringjallë ose të na takon xhennetul firdaus. Amin. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.